Si pasojë e valës së të nxehtë që ka përfshirë vendin, është rritur edhe numri i zjarreve në hapësira të hapura. Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza, deri në orën 13 të kësaj të diele, janë regjistruar gjithsej 13 zjarre në mbar vendin. 5 prej tyre mbeten aktive, 2 janë vënë nën kontroll, ndërsa 6 janë shuar plotësisht. Zjarre aktive janë në komunën e Gazibabës, tregu i Kvanit, ku një deponi është përfshirë nga flakët dhe po në të njëjtën komunë, më saktësisht në fshatin Straqinc, po digjen bimë të ulta. Aktiv janë edhe zjarret në komunën e Studinçanit, gjithsesi në fshatin Markova Sushic, në komunën e Strugës, në fshatin Jablanic dhe në komunën e Qeshinovës, fshati Ullarc, gjithashtu po digjen bimë të ulta. Nën kontroll, siç njofton nga Qendra për Menaxhim me Kriza, janë vënë zjarri ndërmjet fshatrave Slatin dhe Greshtinsë në komunën e Makedonski Brodit, ku është përfshirë pyllit degraduar me dushke dhe vegetacion i ulët, si dhe zjarri në fshatin Tatesh i poshtëm në Strug. Ekipet zjarr fikse kanë arritur të shuajnë 6 zjarre të tjera të regjistruara në Draçev, Vizbek, Opill, Bërvenic, Negotin dhe në lokalitetin Burki Egri i poshtëm në Manastir. Autoritetet apelojnë te qytetarët të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe të raportojnë më njëherë çdo vatër të dyshimt, pasi moti i nxehtë dhe i thatë vazhdon të rrisë rrezikun për shpërthimin dhe përhapjen e zjarreve. Kujtojmë se për shkak të rrezikut të shtuar nga zjarret pyjore dhe ato në hapësira të hapura, qeveria ka shpallur gjendje krize në të gjithë vendin për 30 ditë, duke filluar nga 1 gushti 2026. Vendimi synon reagim të shpejtë, të koordinuar dhe mobilizim të plotë të institucioneve për mbrojtjen e qytetarëve, pronës edhe burimeve natyrore.